Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar qytetar, miq, dashamir, shok, vëllezër dhe motra, kudo që na ndjekni në këto momente, më lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, bekimi dhe rahmeti Allahu xhalla shanuhu qofshin mbi të gjithë ju dhe mbi ne dhe mbi të gjithë njerëzit besimtarët anë kënd botës. Me që jemi në prag të muajit të begat, të muajit të Ramazanit, më lejoni që t'ju shprehi urimet më të përzemërta dhe më të sinqerta për hyrje në këtë muaj të begat. Sonte me lejen Allahut, inshallah, do të fillojmë edhe me teravin e parë, me që është nata e parë e muajit të begat. Uroj një agjerim të këndshëm, agjerim të lehtë, me lutje, me dua, me ibadete dhe madhurime të pranuara të Allahu xhalla shanuhu me pranimin më të bukur. Uroj mirëqenie në familjet tuaja, mirësi, dashuri, mirëkuptim dhe mbi të gjitha faljen e Allahu xhalla shanuhu. Dashur Allahu xhalla shanuhu që në këtë muaj të begat të kemi shëndet të plot, të kemi energji pozitive dhe vullnet për ta kryer këtë obligim madhështor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.